filloj. Po i bashkojnë një nismë. Jeni bashkuar një nismë, çfarë është kjo nismë dhe esuria? Ne kemi vlerësuar maksimalisht nismën e intelektualëve të qytetit Korçës për të bërë thirrje qeverisë dhe le të themi për të nisur një nismë ligjore qytetare me 20.000 firma, e cila e detyron shtetin që të marrë përsipër financimin e shërimit të fëmijëve, të cilët në fakt nuk mundet që të diagnostifikohen ose të shërohen në spitalet e vendit. Ne kemi parë shpesh që zyrtar të lartë të vendit apo njerëz cilët janë rreth tyre e kanë mundësinë ta thyejnë burokracinë dhe të jenë shumë të shpejtë për të marrë shërim jashtë vendit, por kjo nuk ndodh për realitetin e qytetarëve shqiptarë që vuajnë në dyert e spitaleve dhe kryesisht kur bëhet fjalë për fëmijët e vegjël, të cilët në fakt janë amaneti i të gjithëve. Kështu që ne i bashkohemi kësaj iniciative duke marrë përsipër që ta çojmë atë jo vetëm në qytetin e Korçës ku tashmë ka nisur dhe ka startuar, por të kemi mundësi që të sensibilizojmë qytetarët shqiptarë të bashkohen këtyre 20.000 firmave për të pasur mundësinë për të vendosur një mekanizëm të nismës ligjore brenda parlamentit shqiptar, që e gjithë burokracia apo edhe e gjithë ndihma të ketë mundësi të shkojë tek këta fëmijë të cilët nuk marrin ndihmën e parë të shpejtë në vendin e tyre dhe do duhet të strapacohen, familjet e tyre të varfërohen ose të dërgjen dyerve të bamirësve për të kërkuar ndihmën e shpejtë për shërimin e fëmijëve të tyre. Kjo histori ne mendojmë që duhet marrë fund dhe në mënyrë të shpejtë do duhet që të gjithë fëmijët kurohen, qoftë brenda vendit, po qoftë jashtë vendit kur vendi dhe sistemi jonë nuk mundet. Faleminderit. Ky është një projekt ligj i rëndësishëm që mendojmë ta plotësojë legislacionin aktual. Është startuar nga një grup juristësh, është në fazën e përmirësimit derisa të paraqitet në parlament. Kuptohet që duhet kaloj fazën e firmosjes nga 20.000 shtetas me të drejtë vote. Është një proces shumë i rëndësishëm, shumë serioz. Ne kërkojmë që patjetër shtetasit me të drejtë vote ta mbështesin gjërësisht, jo vetëm qytetin e Korçës nga ka lindur nisma, por edhe në qytetet e tjera ku do shpërndahet për firmosje. Ka trajtuar pra problematikën e trajtimit të fëmijëve, të smundshmërisë së fëmijëve që nuk trajtohen dot nga sistemi i kujdesit të shëndetit publik në Shqipëri, pikërisht duke u aktivizuar vetë shteti dhe duke u siguruar dhe mbështetjen financiare kudo ku ata mund të trajtohen, qoftë brenda vendit, qoftë dhe jashtë vendit. Kur them brenda vendit, institucione private, qoftë dhe jashtë vendit. Kjo është një ndihmë shumë e madhe për prindrit dhe ju vjen patjetër në atë problematikën që ata kanë, patjetër që shteti nëse i ndihmon, patjetër që edhe në kuadër të mbrojtjes të interesit më të lartë të fëmijës, të shëndetit dhe të jetës, kjo është një nismë shumë e mirë qytetare. Të shpresojmë që t'ja dalim. Sot po startojmë formalisht nga Korça maraton e mbledhjes të 20.000 firmave të zgjedhësve shqiptar për të kaluar parlament projekt ligjin për mbulimin financiar nga shteti të gjithë trajtimeve shëndetësore tek fëmijët, të cilët kanë nevojë për trajtim shëndetësor të specializuar, jashtë shtetit, klinika private e të tjera. Është një projekt ligj i cili ka iniciuar nga Korça dhe prandaj simbolikisht po fillon nga Korça sot këtë maraton, do të shpëtojë në çdo qytet të Shqipërisë. Thirrja është që çdo qytetar të bashkohet, mbështetet, është kaz humane, është kaz shumë e madhe. Është diçka që duhet ishte zgjidhur me kohë praktikisht, por pavarësisht më mirë vonë se kur, ne jemi në momentin e duhur tani për ta hedhur trapë. Ardit, si është situata asaj përket fëmijëve që mund të jenë të prekur, të paktën për qarkun e Korçës? A jeni ndjeni të statistikave? Sa masa janë marrë për këta fëmijë? E keni fjalën për këtë kategori? Për si me fjalë? Për qarkun e Korçës nuk ka statistika të ndara për fat të keq, ne kemi marrë statistika kombëtare. Databasin, patjetër. Databasin kombëtar ne kemi ballafaqur me të dhënat gjetura nga fondacione, nga rrjetet sociale, nga individë të cilët merren nga platforma si GoFundMe e tjera. Është një numër i cili në varësi të vitit varion nga 35 deri në 58-60 raste afërsisht, të cilat janë eksaktësisht në këtë kategori. Është një proces krejtësisht i përballueshëm edhe nga buxheti. Shteti nuk është as pak utopik që thua që përfshin kosto shumë të larta dhe të tilla. Ne besojmë që do të kalojë sepse është një projekt ligji i cili që jo vetëm që zgjidh një problem të madh, po është dhe i hartuar në mënyrë të tillë, i draftuar në mënyrë të tillë sa shmang çdo burokraci, çdo ngecje në një moment të caktuar dhe jep zgjidhje të shpejtë duke automatizuar sistemin, duke bërë sistemin që është shkërp nga brenda mekanizmin për të zgjidhur situatën. È
Cilat s'ka ndonjë interesare? Thjesht të mbroj fëmijën e vet, ose fëmijët tanë. Apo juve jeni në rregull. Ja ne kopë gjatë që në shumë. Të kalojnë në po të gjejve në shpi. Sa do t'ja? Këto kam 16 vjet. Përdimet e diskutuarit me të Jam pa punë akoma, jam pa punë. 60 vjet jam pa punë. ka një listë që mundet që nuk i kuron do. Plus më të raste që nuk i... Më shpejt, Po. Shumë faleminderit. Numrin e telefonit i shoh sot. Nuk duhet të tani më i pat. Çfarë? Ndaloj, do çfarë është? Gdzieś za to